e prek secilin nga ju. I prek edhe ata atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klan Radio dhe KTV. Në Klan Radio dhe në KTV po e vazhdojmë një javë të re me emisionin Drive Me Crazy, ku nga ora 16 deri në ora 18 do jemi së bashku nëse në Klan Radio, në Koa Vision jena deri në orën 17. Për ndryshe për gjithë juve që në këto momente jeni në përvetura dhe po shihni pjesë të ngarkuara, presim informatat me na tregu se cilat janë ato pjesë të ngarkuara. Si çdo javë tjetër edhe sot kam vendosur me pas një kolege të re këtu në studio. Vjen mirë që ke vendosur. Po ja, ku është kolegja ime re? Faleminderit për prezantimin, kolegi vjetër. Përshëndetje të gjithëve nga do që më na dëgjoni në këtë momente, nga do që më na shikoni në këtë momente, një përshëndetje speciale edhe për ju që jeni përpara ekranit në këtë momente, edhe ju që jeni në komunikacion gjatë këtyre momenteve, përveç fotove të komunikacionit. Po presim edhe të na tregoni se çka keni prioritet. Kjo është pyetja për ditën e sotme apo tema për cilën kemi me fol. Çka keni prioritet qoftë për momentin, qoftë edhe në një kohë më afatgjat, ju na tregoni 049 978 978 është numri i telefonit që pasi të kthehemi nga kënga e parë, kemi prit telefonatat edhe mesazhet e juaja. Besoj këto komunikacionit sa e përket këto momente fion po thon pedin. Po. S'kemi çka shtojmë. Po, vish pengojna këngën e parë, më mirë po ina pak me muzikë, pastaj po rikthehemi ju tregojmë për do pjesë të ngarkuara në komunikacion. Alban Skënderaj po e hap emisionin për këtë javë, pastaj po rikthehemi po ju presim me telefonatat dhe me informatat. Në YouTube, për juve që dëni me në ndjek përmes YouTube-it, jemi në drejt për drejt edhe në glamradio.fm, gjithashtu edhe në koa.net. Na paska i ka pëshe pashku që ajo e përparimit në YouTube, edhe në paska i po mdokot ajo, jo mësë më ka i ka jo, ato e nëzirën jo, e nëzirën ato tjetërën që ka e përti, li e knaci. Ajo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush ta përshëndet? Në gjatë nga Peja. Si e në gjatë? Mirë me juve gjithmonë ndërtim. Po më vjen shumë mirë në gjatë, si e kena Pejen? Peja sot ditë e mirë është pak vranë, po mirë. Edhe Prishtina është vranët, po kështu temperaturat që du në arbri ku jena na, po është 21 momentalja, ku jena unë edhe Fionja. Ju pas këtë nxetë, banë dhe na. Shumë e kena, ja, po më shaj me të shkurta. Po të kom lakmi unë, së më desh me të shkurta si ti të shtu. Hajde këtu të nëzera në atmosferën me të shkurta rën. Me ardhë, ku të li ju? Që të ku jena na? Po ku, në qarkohe? Në arbri. Po në arbri, po dhe po a para dita, mas dita. Para dita se natën bërdhijësh. A ke pas që e kena një tim? Po? Qka ki prioriteti? Prioritet e kom arti me pas shëndetin. Faleminderit Zotit e kom tash që vetë këtë ditë do më thonë shëndetit shumë mirë, se kom pas probleme edhe vjetë, par vjetë, botim qysh e tek në detale së më rëndësi, po tash e kom shumë mirë shëndetin. Do më thonë prioritet është më kujtes pak ma shumë. E kom prioritet me pas shëndetin edhe batu tjetë që shumë mirë. Po më janë shumë mirë. Faleminderit shumë që na ke thirrë, po të përshëndesim shumë. Pa tjetër, pritëm një atje, pra, brenda këti mujtë. Si jemi? Le tjetër ma mire kisë ma nëzato. Faleminderit shumë, ka një mire pas një pas ditës mrekullueshme. A the që ka borë në prill? Pa kanë më shkun ato, veç shekit bojnë me kongë drejkit. Apo kuptan, pak e kanë, nuk e kanë si kanë shtira. Se kanë gjatë. Për ndryshe për juve që dëni me na pa në televizor të mrekullueshëm edhe jeni antar të IPCO-s e keni pa komprima, shkoni te IPCO sepse përfitoni, do të thonë, mundësi për me ble televizor me 24 këste në secilin dyqan të IPCO-s. Po e presim tjetrën telefonat 049 978 978. Kush është në lidhje? Alo. I pas ka me qetë telefonit i kujna bëmdokot e ka harru në salon e tani po. Okej, se përsëres se po bomit mërzit shumë andej. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Fiona. Hajde, Gane, përshëndetje edhe për ty. Përshëndetje, Cimi. Përshëndetje edhe për ty. Gane. Si jeni, si kalone? Mirë, faleminderit. Tregom çka ki prioritet, Gane. Familjen që e kam të lumtur edhe të shëndosh. Okej, shëndeti dhe lumturia familjes, ha? Po, edhe kënaqësia shpirtërore e respekti. Edhe kjo shumë e mirë, kënaqësia shpirtërore, se shpesh po anashkalojmë qetësinë, kënaqësinë shpirtërore.
edhe me kom pozitive, haresh, me lumtur e shumë gjona tjera. Bravo Gane, faleminderit shumë, po m'pëlqejnë prioritetet. Faleminderit të ju, kaloni sa më mirë. Mbrëmjes këndshme, faleminderit. Vazhdoni na telefononi dhe na shkruani përgjigjet si gjithmonë kena me lezu në pjesën e dytë të emisionit pas orës 17 deri në orën 18 jemi vetëm me Glam Radion për ju që nuk na keni dëgjuar se s'na keni pa ndonjëherë më herët e për ju që keni prioritet knatësi sikurse disa prej dëgjuesve tan e në mesin e knatësive janë edhe udhëtimet për dikën. Kështu që vizitoni Prishtina Ticket në websajtin e tyre prishtinaTicket.net sepse edhe gjatë muajit mars do të keni oferta speciale, sidomos për ju që doni me udhëtu drejt Ljubljanës dhe Anasjelltas. Rezervoni online në prishtinaTicket.net edhe përfitoni falas check-in online, bagazh deri në 20 kg, plus çantën e dorës e keni deri në 6 kg. Është operatori më i madh në aeroportin e Prishtinës me destinacione të shumta drejt Zvicrës, Slovenisë, Suedisë dhe Luksemburgut dhe Gjermanisë dhe Anasjelltas me çmimet më ekonomike. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Në zirë me tani morgë. Në zirë si je? Mirë, falënderit, jo. Si po kalon? Mirë, shtash për shpije të shku. Deri shtash je ka në punë, ha? Se jam të vëzit, në ashtas dëgjona mirë. Jo, po dëgjohesh shumë mirë. Ti koncentrohu, timon, na po ta bojna një pyetje, na përgjigje shpejt për mos me të pengu ty. Çfarë ke prioritet? Cili është prioriteti yt? Prioriteti jem ka qenë kam 5 fëmijë, 3 majt janë mjekësi dhe 1 vjet e gjys diplomojnë. Uroj që edhe këta 2 të voglit muën të kryjnë mjekësinë e aeroplanit e në Kosovë, këtë familja me fëmijë këtë marrë në punu. Kur të vjen na tregoni unë edhe Fiona kena me dal mi u prit. Jo, po mendoj që zvim që kjo është Unë po mendoj që vini edhe për çfarë po them dalim ju prit se si lajme të mira kom shef me ngu. Faleminderit për juve. Edhe na vyn kuadër të mjekëve, po. Tregona në për Gjermani janë shkuën me mjekë, me infermiere, me krejt. Hajde tregona çfarë profesioni kanë fëmijët? The doktor, po cilin drejtim? Ja, një tash janë mjekësit përgjithshme, okay, shumë mirë. Specializojnë me ndonjë fushë taktume, okay. Pas ka kohë një 10 vjet, si shukzova unë. Faleminderit shumë. Përshëndes. Kalofsh mirë, tum shukzova unë. Menova se si vera den. Pa e përgjithshme tha edhe një 10 vjet tani specializime me do ne po. Për vendru pak them, jam shumë e lumtur kur një shqiptar që jashtë vendeve jashtë trojeve shqiptare në përgjithësi kanë sukses në përshkollime, në përdrejtime që janë kohë të vështira, edhe plus që mendojnë mandej krit atë mund atë sakrificë me ardh edhe me e sjell në Kosovë. A mund të dishoj zona po kur të vinë këto se po kur të vinë ta për ja nisë poshtë në operim që ishbon në CKUK, keni doktor grek që i shon më ndihmu mi asistu doktorët tonë këto. Pikrisht për qafke diçka po për qarkullimin e gjakut në tru edhe po në dyja edhe u merë mirë dhe më thonë se ai kishtë fjallë shumë mira për doktorët tonë po që i vynë ka njerë eksperienca e doktorëve tjerë që kam bo operacionet të tilla që mendoj që tillë kemi jashtë zakonisht shumë në për Evropë po mendoj shqiptar kemi jashtë zakonisht. E ku përmend edhe ma herët edhe po du prap me përmend se sarë vjen puna kështu për me i lavdru mjekës tonë kom qaf shumë me përmend si rast për një x person, një i njofshëm që ka pësu një goditje të rëndë në kokë, të shtërzu do me thonë, ka qenë një farë loj për leshjeje. Edhe goditja ka qenë aqe forcim, sa që ka pësu gjakderdhje, do me thonë ka pas komplikime shumë të mëdha në kokë, edhe kanë dërgu me urgjencë, ajo ka qenë do me thonë shteta si Gjermanisë. Edhe kanë dërgu me urgjencë këtu, kanë operu, e të tjerë, edhe pasi ka vazhdu trajtimin në Gjermani, mjekët atje kanë thënë, kush që ka operu se ka bo një punë të jashtëzakonshme ky kirurg. Edhe i kanë treguar që nuk është operu nga neurokirurgët tanë. Edhe kanë duar trokit domethënë punën e mjekëve tanë, kështu që mos thoni që ata jashtë, ata din. Jo, është shumë shpesh e kundërta. Kemi mjekë shumë të mirë. Kondicionerët Bruno duhet mi pasta në përsallat e operimit se i vijnë me pasta në ftoft, ma shumë ftoft ju duhet aty. Dhe i kam 5 vite garancion plus, po çdo dashta më thon plus e pastrojnë alën aty, po i hekin ato alergjentet ato ndotit potencial sa aty s'duhet me pas. E kondicionerët Bruno mundri me i pasta në shtëpi dhe në zyrët tuaja, edhe ato me çmimet më të mira dhe higjeni kudo në Kosovë. Çe telefonata fillon më fort kesh? Ka pak. Alo, përshëndetje. Përshëndetje Fion. Përshëndetje edhe për ty nu, si je?
Ashtu abetini. Me juve. Shumë klasik. Ja, qellove. Me juve. Ja, qellove. 5 euro plus. Mushtinin vinos. Tregom qysh kalove këtë vikend. A ka ndodhur diçka interesant? Shumë mirë kem pas kohën, shumë mirë kem pas. Iftar kem pas kështu musafer për iftar, shumë mirë, shumë mirë. Shumë mirë. Tash është ky muaj ku për një me njerëz shkojnë e vinë, vizitohen, thirren, drekojnë bashkë. Është kohë një farë atmosfere e mirë. Tregom çka është prioritet për ty? Çka ki prioritet? Mu prioritet është puna dhe qëndrimi i mirë financiar për familjen. Sa mirë. E bën punën me shumë dashni, po besoj, edhe me përkushtim. Po punën me dashni, edhe qashtu që shtash familja me qëndru mirë financiare, që e më knaq, që është prioriteti jam. Shumë mirë. Faleminderit për përgjigjen. Po, përshëndetje edhe për ty e pa çnetën edhe shumë gjatë me punu. Po të përshëndet edhe Cima aty shumë. Vesh kaloni mirë. Faleminderit. Respekt atje. Komunikacioni për juve që jeni në përvetura në këto momente veç musha me gjithë mausin. Atë ka up një mausi kështu fet? Me Digitroni kam problemin më të madh. E mu mausi, atin kjo e mausit ajo shaj mu. Po, me nova kështu që... Po, që ajo mu, sti pse po 3 ekrana këtu që është mos me hupës baj gare. Komunikacioni ka kolon për ata që po vinë nga Vetërniku për më qas rrethit me rrethi duplex pra nga poshtë Vetërnikut e vazhdon kolona deri tek rrethi i ambasadës. Rrethi me flamurethi i spitalit deri tek rrethi rrugës B me kolon, rruga Tirana nga bulevardi Bill Clinton deri tek rrethi prapa stadiumit Fadil Vokrit dhe rruga UÇK në drejtim për tek komuna. Këto janë informatat e radhës që kemi pranuar në 049978978. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Zefi. Koshia. Ku je Koshi? Çapone. A je mirë se kalon? Mirë se Zefi në telefon. Po dhe thash Zefi, kush na telefonon, këtë unë e them gjithmonë që kam qef me thon ju vetë amin, a den. Mo prezantu. Edhe po kam qef me Leon Fionën se na lidh me Fionën, kush po fiton anë kënej. Ja pesa Fiona është humbë se çet le. Jo, në plus është tash. 5 euro plus, gjithë minus jam. Më kanë zonë pa pregadit. Mirë ta paska vogë. Hajde Zef tregom. Çonë s'po vole gjithë po ta çet me përshëndet çat krolin. A ke tani morë sa këj kojt kësë ti veç për të më haknur samra. Cillën, se patëm plesë pitparit në këndrejt. Pa, qaj që tha ku më këthin Kosovë. Se dha i pari e ka pas përgjigjen shumë mirë. Ja, unë veç për këta, se për të porë se ti se ndëgjohë, është kë, po të kalzoj drejt, këtë zamër më ka këtës. Faleminderit që na ke thirr, edhe po të përshëndesim shumë e pas një pasditet mrekullueshme. Faleminderit edhe gjithashtu. Kalofsh mirë ton ton. Hajde Zaf, përshëndesim. Tim, Kryqëzeti para një ore ka publikuar një informacion për qendrën për punë sociale në Hajvali, edhe kanë shkruajtur kështu: një hap i madh për mirëqenien sociale. Sot nisëm thot punimet në qendrën për punë sociale në Hajvali, një vend ku qytetarët më në nevojë do të gjejnë mbështetje dhe kujdes. Shërbimet sociale nuk janë thjesht institucione, por pika mbështetjeje për ata që kanë më së shumti nevojë. Bashkë me drejtoreshën për mirëqenie sociale kanë treguar që po punojnë në kryeqytet që askush të mos ndihet i harruar. Sa bukur. Edhe kanë publikuar do fotografi ku është hedhur edhe ai cementi po. Po të se dishysh pa u prej shirit jo në Jo, kanis, e ka prej me shirit e me krejt. Po nisën kanis një rrugë shtu që një vjet e gjysën e di. Çka po ndodh bre një me? A i ki fjallën të Hekurulla? Jo, që edhe njësh atu ma e vogël është se Hekurulla. Në Arbri. Më thonë një vjet e gjysë, është, sa mi thonë ja 300 metra rrugë. Nuk e di çka po ndodh, po. Çatu i kanë lënë bagera aty nëse dish ju kushtojnë ata. Ka filluar kanë me fillu edhe punimet për këtë mbikalimin që drejt të shkolla teknike që shkon, qysh është mbikalim ma nën kalim se kom harr. Pa i po me syt me më kushos. Edhe aty dëgjova që ka fillu projekti, por edhe këtu te Hekurulla filloi më rruga, u hapa rruga për në Fushë Kosovë nga rruga Tirana, prapë u mbyll. Nuk e dim. Ani tash to zgjedhjet i kanë ndruar, domethënë edhe ata që kanë të punuar në drejtori tilla apo kanë shkuar. Ka ndryshuar prioritetet, ndërsa para se me marr telefonatën e radhës. Prioritet ju për vetura, ju që i doni veturat prioritet duhet me pas një veturë që ka garancion shumë. Sepse, po, e dini, kur ti ka 10 vjet garancion atëre pe dini sa mundet me bo, është vetëm një që është në tregun tonë, është Toyota. Për juve që doni me ble vetur me 10 vite garancion, shkoni tek Toyota, tek Autotrade që e keni në Çaklavic, edhe zgjedhni njërin nga modelet Toyota atje.
edhe mundeni me bëni test drive, pash edhe RAV4 që ne kishin zbritje, për juve që i doni ato veturat 4x4, po me qenë pak më alta, ne mundeni me shku edhe me përfitu nga super çmime tek Toyota. Po shkojmë antenë Albi Mall shpejt, pastaj po rikthehemi, po ju presim me telefonata dhe me informata rreth komunikacionit. Me pas rahatin, me pas komoditetin, plus me i gjetë po mbiljet e preferume edhe me zbritjecim, por edhe me kualitet që ka është ma e rëndësishmja, se e thash, po e ri përsëris, shkoni në Enza, sepse ka zbritje, ka super oferta, deri në 30% zbritje, për ju që e doni më të mirën për shtëpin tuaj, për trupin tuaj, sepse keni edhe linjen e dyshekve nga Jatash Bedding atje, kështu që shkoni dhe shfrytëzoni gjitha ofertat. E ngarkuar është pjesa nga në fshati Vragoli në drejtim të Fushë Kosovës, pra ka kolon deri afër autostradës aty. E ngarkuar është pjesa e qasjes për tek rrethi Çaklavicës në drejtim të Prishtinës. Me kolone keni pjesën poshtë Veternikut deri tek rrethi i ambasadës. Për mjë qas rrethi tek ambasada ka kolon edhe nga Arbria. Këtu janë informatat e radhës që i kemi pranu. Alo, përshëndetje, telefonata. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Selvetja nga Gjermania, se thas po thirrën nga Gjermania. Ja, e pota për një personun e që s'm ka thirr pi Gjermanisë moti. U lodh, po i Selvet ish lodh. Ish lodh shumë Selvet. Po më marr valla, po më në boll, po s'po mundëm. Që Selvet peshot që ti si e lodh sot, e ke pas shansën për me marr lidhjen shumë më shpejt, kështu që po më vjen shumë mirë dhe po më vjen mirë që na ke thirr. Me parën e mora, se di çfarë. E posh që e ke marr me të parën linjen, edhe po më vjen shumë mirë. Hajde tregom çka ki prioritet, çfarë prioriteti ki? Prioritet e kam me dal me ecë ditjet patjetër. Sa mirë. Po, sa kilometra? Sa mirë. Sa kilometra i bën? Vallai, 5 minuta hec. Shkoj gati për ditë. Për sa minuta i bën këtu deri në 8 kilometra? Për një orë 40 minuta, një orë 50 gati, veç ma pak se 2 orë. Shumë mirë, do më thonë pa 8 kilometra në ditë nuk e len? Jo. Pa një hecje një orë. Tash mos me rrati si të minë Ramazan. Jo, ma pak, 2 kilometra 3 se... I thashë edhe Ahmeti diçka u... Ahmeti është thashtë të ndrukrohën. Me më shumë të hangër. Selvet. Faleminderit, përshëndesim. Mos harro thirrna apet. Edhe një përshëndes e kalofshi mirë. Faleminderit. Për ndryshe për ata që dojnë me bëna e farë organizimit mirë iftarit me kolege, nga fion. Sves Diamond Hotel Prishtina e ka mundësim për mju organizu mas mirë të iftarin. Për ndryshe nëse e leni për të djelëm në shku, atje ka bufete hapun me lëllëshmëri të ushqimeve pa limit. 038 220000 veç e thiri thu, po du me ardhë me arsimin edhe një 5 veta tjerë, edhe kryet kjo farë pune. Që telefonata tjetër? Alo, përshëndetje. Sa mirë. Përshëndetje. Përshëndetje dhe për ju, me kë po flasim? Minus 5 euro. Bravo, Gaz. Bravo, Gaz. Minus 5, i vish të dhejtë që komit. Po dhe 5 euro është da. Bravo. Ani, hajtë fal me timin, pra. Ja. 5 euro. Bravo, Gaz. Gaz, nuk të po të bësh, po nejse. Shka ki prioritet përveç se me mi prej 5 euro? Prioritet, e kompozit prioritet që 2-3 vite për një sill një investor të malë në Kosovë, e që kemi fitu, do në thonë, kemi bu krejt të drejtat e dokumentacionin për katë, se krejt është reciklimin e mbeturinave, po fatkeqësisht hosë sharra ngosh, dikon një pesh matematika, dikon aty në hajla atje, edhe në mbet projekte njëre për një vetë pezull, edhe pse u morë toka, u ble, sepse u ishin gjitha letu, kur ishin gjitha letu. Ku ka ngec projekti? Kështu më saktësisht. 120 milion euro. Ku ka ngec? Ku s'ka ngec projekti tash është në gjykat, tash me hipër me gjykate. E ka kontestu dikush apo diçka e tillë? Shteti që ka lëshu lejen vet. Po? Të mëna kontestoj ke lejen e vet. Ndodhe dhe kjo.
Po m'pëlqen që shumë po m'pëlqen që do të thonë. Vetë po na ligjet, vetë shkeli. Kompania që ka investuar, domethënë është kompania më e madhe në Evropë për termocentrale në Torino. Ka bërë projekte për shembull për Prishtinën në pushtetet të mëdha, me sill me kamiona, me kretë, me pastërtim tamam sikur mund. Hajde edhe një herë kalzona, do të thonë shteti tha po. E ka dhënë lejen, ka u blet toka. Gjithë dokumentacion do të po. Edhe tani shteti tha prit edhe një herë po duhet me këshir se se dia është bash po. U blet toka, do të përcimi investor çuron. Ai u dol vetë shteti kundër vetvetes. Hajde tregoma një mënyrë më të mirë se çysh me i friksu na investitor, domethënë. Tregoma një metodë më të mirë se çysh me i përzon kështu me shkelma bukfalesh. Çështu, vish domethënë i thuni, hajde kur vjen këtu i thu ka dal prit se jam i sigurt. Ora kum domethënë se çu, jo mundum për të filluar me shkon në arbitrazh. Sepse në momentin që shkon në arbitrazh ata 100 milionë marrin. Po problemi këta investitorët nuk dojnë me shkuën për arbitrazhe asesane, se s'kan vak me hu. Po çka ka qenë ti? Jo, ti thon po ja jo. Hajde të hiqet drejt në fund. Edhe tre investor tjerë kom lidhën me ta. Që kanë dashur të vazhdojnë për shkak të 3 projekte tjera, që vetë komunikuar me ta, domethënë projekte tjera dikon me boni pusim penalmiza vetëm. Çto 3 fabrika. Zakonisht investorët të lidhën me sveti. Vjen për shembull në shok, investon për shembull në Kosovë. Edhe ai sjellën në shok vjet. Që Dua Lipa pas ka boni postim 3 gaz, do hengshën e pak. Po se çka ka Dua Lipa? E pas ka boni postim 3 do foto i pas ka qite përshëndesim shumë. Faleminderit shumë që e ka që mirë. Le këto sa në gaz domethënë. Zbote pak se atë më apo shteti me vetë pret pak se jam i sigurt çka kum thon. Kjo është kurrë. Për zotë kjo është mërshme. Po të mërshme. Kjo është një pikë në oqeanin e Kosovës. Investor njëri dëmon prioriteti më i madh jam edhe i shoqënisë tam është sillën e tonë Kosovë. Sepse vale me kulluar. Përshëndes shumë, faleminderit. Faleminderit Kjo është një shembull i shumë rasteve që shpesh diaspora ose mërgjimtarët janë paragjykuar edhe janë komentuar, janë ofenduar, ndoshta edhe janë shoh shumë shpesh sepse nuk investon në Kosovë, pse nuk vini në Kosovë me biznese dhe ja kjo është një prej arsyeve që ata janë tërheq ose nuk e kanë marrë kës hap, dikush nuk ka pas. Jo mu dorzu. Dikush s'ka pas guxim. Sido që tjetë, Kosova shumë shpesh ka qenë arsyeja që nuk ka pas investitor ose diaspora nuk ka investu për shkak të gjërave të tilla. Kjo është domethënë mos më dorzani, okay? S'ka nevojë. Një herë provancim, 2 herë, 3 herë më thu. Ciao. Ai çashtu e ke po dhe kur po del me nëse. Alo, përshëndetje. Kur e dënë dën, kur se dë, kur se dë prit derisa të dën. Kur mon ton. A je mirë? Ku jeni ju trima? Si kalon? Ku je trem? Mirë, faleminderit, mirë, keni fut fellet për vesë, unë bishim gojsha për seri. Spatum çore se domethën kur po ka që se informata, a din që s'kena shef mingu me fionën, po kur të vinë çdo informata. E kena lut patrolin jashtë toksorit, e në fillit edhe na. Po do të një temë ose jashtë toksor, se domethën shteti tha ta jap, ma japi lejen, tha po tani ropi shnon. Kjo temë është për debat në studio televizive me 20 analista. Me 20 ju me më mirë praktike më marr. Me gjithë për temë. Se s'po më jasën thellë tash. Hajde, çka ke prioritet? Unë kam një prioritet e kam veç. Hajde. Veç një. Një. Teknologjia më zhvillu sa më shumë teknika, robotat, inteligjencë artificiale. Unë knoqna kur isha që po zhvillohen të sene, tjera këta igor janë. E kam edhe pak bashkëpunim kombëtar. Po ta ndëgjom. Se ti do më thoni një prej aty në njerëzve që e don teknologjinë, anë i kneje sane. Netflix foto dhe kështu Zero Days. Okay. Është në top 10 për momentin. Një prej filmave më të mirë, Roberto De Niro është në rolin kryesor. Është serial. Aty jape juve një është i momentit, çau tu ndodh. Po besoj ndërlidhet me pasionin tënd për inteligjencën artificiale. Edhe te Prime jam të shih për momentin Good Omens. Edhe hini këshirëne, është një serial fantastik, me dërdet... Nuk i dojnë ana fantastik, na ma shumë i dojnë ana romans. Kena përdorues të Prime-it, na vish Netflixin e këna në Kosovë. Vish Netflixin, ku katastrofë. Ju përshëndes ka në një mirë, inshallah zhvilluat teknologjia që ka të shdi, edhe inshallah bashkohet Shqipnia. More mu zhvillu le zhvillohet, po për shka po përdoret mandej.
E varet tash kush çka përdor. Unë për vetë di me përdor. Gjithkohë e përdor tani, bashkë gjithkohë. Ton kalon mirë, ton. E po arsim këta më na fal që më ndërprej menaxherët e Celine Dionit. Tash Celine Dion e dini për ju që e ndjekni muzikën ose dëgjoni Celine Dionin ose e keni dashur, e dini që ka pas probleme shëndetësore. Po. E di që ka pas probleme shëndetësore, ka një sindrom të njeriu të ngurtë thuhet, nuk e di çysh e ka emrin, stiff syndrome, është shumë e rëndë dhe e ka pamundsuar me këndu. Tash ka bën njerëzit, çta përdoruesit e inteligjencës artificiale, bojnë lloj performancash, këngësh që demek po këndon Celine Dion. Edhe njerëzit shikojnë, tash ajo mundet ku me di çka me këndu aty, ku me di çfarë sjelljesh mundet me bë. Edhe ata kanë dalë me një herë me një deklaratë që hey, nuk është Celine Dion, nuk janë këngët tona, nuk është diskografia e saj, kështu që mos u mashtroni. Domethënë edhe kjo dul që me bë një performancë të një artiste tash paramendos se çka munden me i bë politikanëve apo njerëzve kyç të një shteti. Kjo është ajo që unë i friksona mas shumë tim. Për sa thash për me këtë filmin Zero Day, që është ka të bëj me diçka më shumë se kaq, po është shumë interesant për ata që duajnë teknologjinë. E kam si rekomandim në Netflix, është Top 10 me Robert De Niro për ndryshe, edhe po. Ai vesh Roberti aty bollosht. E kena një telefonat speciale. Hajde. Ashtë radha jam a jotja? E jotja, se ti po jem paran. Alo, shëndetje. Shëndetje aty. Mirë mëngjes. Fajni lotë që jeni më. Që po ka dhe Ahmet. Ananive që të këna përmenda? Vallaj, kështë ndëgju që to e më përmeni diçka arsimi, po së në ndëgjova mirë, ta shajta thire ta veti. Kena thonë, Mallim kish marrë. Kena thonë diçka, po së dhja e kënë ndëgju qatë pjesa jo. Pa njoni s'pë në thirë, pa u lo dhe ka lo dhe Ramazani, këne anë i tharë, lidha është Ahmet është të ndru kram për momentin. Aja kena qëllua jo? Të dyja. Po që ashtë bravo dhe të të tja pas me qëllu të kërë. Të dyja. Hajde tash masi u qove edhe telefonove, qka ki prioritet të regon Ahmet? Pa loj. Jo, në prioritet e kam që shme do në të nëzije me shkun që të Kosovë në lirë në orë dhe mu shkri. Edhe qka me bo këto? Mu shkri? Mu shkri, mu knoq. Ella dimni t'je ngri krejt? Allah, po arse. Do me izolum shpijen në dhe thani nuk më rrëjët. Aj se ndrej që ja bon qaren, e bon me drua më najsen. O, mare, ne kemi edhe shparedin e vjetë që kështë nuk bajka ajo, pa nuk bajka e nëzimjes, e kallëm shparedin qysh në kuhat e lasht, ta u knashme me shparedin nëzishme, me shpared druve. Edhe këtu sene kanë ja në bin diçka nga e kaluara nostalgji. Ahmet, për qafojna shumë, vazhdoje, kiko edhe pak. Ndre e kraj. Edhe një orë kiko, veç... Edhe një përshëndes shumë, edhe deshta me thonë fjoj që ajo sopa jote po na knosh një ftara. Vesh mirë ju boft. Po t'i shkone jam, ja? T'i shkone jam, ja? Po t'i shkone po ma njëllë, bre, po ma njëllë. T'i shkone jam, ja? Që nëse unë t'i ku po të e zi që ta shta kina morra të recepte, nuk na që më të hongër. Qdo i ftarë. Vesh mirë t'boft. Faleminderit. Hajde edhe unë një përshëndes shumë edhe kalov shinia. Faleminderit. Amo mas të pës mësaro ka një dzot, naj puding, naj shake, naj qka do, vanilës, qokoladës, karameli, do me thonë kanë 0 sheqercim, 0 gluten, 0 laktoz, 27 gram protein, edhe tani mo e merë malin. Fluturana? Për dikën po nis dita mas orës 5, kështu që ja fluturan, ja bjen për tokë e krej. Ja diçka po. Komunikacioni para se me marrë telefonatën, na tregojnë se ka kolon në këto momente, po vazhdo me qenë shumë ngarkuar pjesa poshtë Veternikut deri tek rrethi i ambasadës. Hyrja në fushë Kosovë, në Prishtinë është ngarkuar nga fushë Kosova saktësisht nga kazerma Demjashari deri tek udhkryqi i Menzës, e ngarkuar është edhe rruga Tirana për tek rrethi prapa stadiumit Fadil Vokri. Këto janë informatat që kanë arritur. Kjo është telefonata e fundit për ditën e sotme. Alo, përshëndetje. Shkoj. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Gjermania, Kush na përshëndet Enisa? Enisa. Si edhe si kalon, se po duhet me thonë emnin se shkon rrodha jam edhe ta vrapet shashku. Vallai, ashtu. Asmira skeç. Çaj bjen kjo Asmira skeç. Kur po kalon mirë, kur po kalon keq Enis? Sa di arsim. Si jam kështu bash mirë. Se çka ka tre? Shëndeti po mungon. Shëndet, ty po të mungon shëndeti? Ue.
se që ka ndodhë bëne, kur të pa herën e fundit je ka në top form. Po na i grep, se kjo ma shumë, ja i përballon krejt. Ti, po ja rekomandime aty me... Që një javë jam pushim mjekësor, kam provu një thirë një 2-3 herë, po jam thërke dikosh, pash sot hajtë jo thirë, që këqyri që shimë atë kemi. Po shpresojmë që qka do që është me kalu shumë let, edhe po lutemi për me kalu shumë let, edhe na po ta bojna pyetjen, mos se s'po dojna me ja. Nëse po çështë që edhe je pak e më emocionuar, se si be shef jonën po emocionuar. Ski vaj. Hajde tregom çka ki prioritet. E di edhe na dy dojna. Nuk e kam unë atë fjalën se shumë e kanë lufsh këzemër. Unë kur të them dikoj e du. Po s'ka fjalë më të mirë se më thon du atë. S'ki nevojë më thon kur zot i ras losh ka zemër asaj. Jo, i urrej këtu. Ti thu du. Tani a du. Çka ke prioritet? Arse me ble një kërë. Bravo, bre. Një kërë të mirë. Një kërë të mirë. Çfarë i shkon ai kërë i mirë? Dhe në sa euro është një kërë i mirë për ty? Po, qatu, nëse jo dhe shumë, veç dejnë 15-16 E për dhe pak, mos baj gare. I mërësim tash po më i me full, se i kam do si po më goj. Jo, kam interesan mu. Paret e tua janë. Po do në mu lish. Pa që atje e keni mundësi me lish. 30.000 euro, thuj një kërë dejnë 30.000 euro. E nisa lira katësh me 2 djemë të saj. Ti losh. Jo, këta e kam një djallit mi ablisë, unë e kam. Okej, dhe po bashkë shpizani tani. Ta mën 10 vjetë garancion, po rahat. Pa një fshat mirë. Faleminderit e nisë përshëndesin për shatin. Tu plotësov dëshira, tu plotësov. Faleminderit shumë fjonë. Dhe jo vetëm kjo. Edhe krejt tjera, po. Rubini në qendër Prishtinës në Albi Mall dhe në Ferizaj është nëse dëni me shku për me bo blerjen e ndonjë aksesori, me bo ndonjë dhurat, se jo mi a bo dhe vetës. Faleminderit për ditën e sotme, faleminderit për mesazhet. Vazhdojmë pjesën e dytë, kena mi lexuar mesazhet, kena mi pritë edhe informata rreth komunikacionit. Jo, mos harroni me bo ata që duni me bo, gjithmonë me jap shumë dashni. Deri nesër, pashit plot shëndet. Metam 5 euro. Amër gaz. Pa ram, tas. Nëse ani gaz. Kjo për krejt dëgjuesit tanë vlen, faleminderit shumë që jeni me neve çdo ditë. Faleminderit edhe ju shikues të Koavizionit që gjithmonë e gjeni kohën me qenë me neve, me na telefonua dhe me na shkruajt. Ju falenderojmë nga zemra. Uroj që edhe kjo javë ka me shku ashtu qysh e meritojmë, bashkë mirë të lumtur me pozitivitet. Vazhdoni që ndroni me ne edhe për një orë tjetër jemi bashkë. Faleminderit shumë edhe Jeta Baholli Hair and Makeup që gjithmonë kujdeset që Cimit të mendoj që është në Dua Lipa në studio. Shihemi nesër për ndryshe të këtu.